Verën e vitit kaluar kishte një sinjalizim se ai ishte lokalizuar dhe madje kishte një vendim të gjyqtarit federal në Brazil që kemi dyshime që ndodhet këtu, jemi sinjalizuar që ndodhet këtu dhe kishte nxjerrë edhe një urdhër arrestimi me qëllim ekstradimin drejt Shqipërisë. U kap në Bregdet, me sa mbaj mend, në një nga plazhet ose Bregdetet më të shtrenjta mund të themi të zonës? Po, përderisa në Tiranë personazhe të botës krimit dhe me rekorde kriminale kanë aftësi të ndërtojnë kulla shumë kaçe që kushtojnë miliarda euro. Kjo nuk do të thot asgjë. Po ku do ta shihni atë, duke punuar në Kazëm dhe hapur kanale për vaditjen e tokave bujqësore të Brazilit, natyrisht do ta shihni në zonat më luksoze të vendit, sepse i ka kapacitetet për ta përballuar dhe për ta jetuar këtë lloj jetese. Nuk është vetëm ky impakti dhe fuqia ekonomike tek personazhe të tillë që ndron tek kostoja që kanë.